njëri nga rolet më të shejta të njerëzve mendje ndritur është që t'ju ndihmojnë njerëzve të përmirësojnë konceptet, pikpamjet e tyre për çfarëdo çështje tjetës, kur ata eventualisht mund të kenë pikpamje të gabuara. Sepse mos harrojmë, çdo gjë në këtë jetë fillon nga pikpamja, nga mënyra se si ti e sheh një gjë në këtë botë, qoftë e fesë, e jetës apo çfarëdo rrafshi qoftë. Sigurisht, pejgamberët janë njerëzit më mendje ndritur, që vërtet kanë kontribuar shumë këtë rrafsh, dhe janë munduar vazhdimisht njerëzve të apërmirësojnë konceptet edhe për Zotin, edhe për fenë, edhe për jetën, edhe për çdo gjë. Pejgamberi alayhis salam një ditë prej ditëve ka qenë në një udhëtim me shokët e tij. Gjatë rrugës kalojnë pranë një personi i cili po punonte, ishte djërsitur në arën e tij, në atë bashkën e tij, le të themi. Dhe me këtë rast, njëri prej shokëve të pejgamberit alayhis salam e hap bisedën rreth këtij burri, duke shpreh një lloj keqardhje për atë lodhin edhe mundin e tij dhe duke thënë se sikur ky kontribut, sikur kjo punë, sikur kjo djersitje të ishte në rrugën e Zotit. Pra të ishte puro çështje fetare, çështje rituale. Shini, njëra nga bot kuptimet, nga pikpamjet e gabuara që ka godit fetarin tonë, që kemi nevojë urgjentisht me rishqyrtu, është pikpamja e cila na thot: ndajeni këtë botë nga bota tjetër, duke bërë përpjekje për t'i bindur fetarët se kjo botë nuk është e tyre, nuk ju takon atyre. Angazhimi i madh në të është humbje. Përfitimi prej saj është largim nga Zoti i Madhreshëm. Pejgamberi jon alayhis salam me këtë rast e ka përmirësu këtë botë kuptim edhe në mesin e shokëve të tij. Pejgamberi alayhis salam i thot: nëse ky njeri ka dalë të punoj për ta sjell furnizimin, riskun, për ta mbajt familjen e tij, fëmijët e tij, ai është në rrugën e Zotit. Nëse ka dalë të punoj, të lodhet, të djersitet, për ta siguru kafshatin për prindët e tij të moshuar që s'mund të punojnë, ai është në rrugën e Zotit. Nëse ka dalë më punu e mundjersit për mos me shtri dorën, me rujt dignitetin, me rujt karakterin e tij, me rujt besa edhe lirinë e tij, sepse vetëm ai